Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilim, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak dinamikën edhe lojën brenda shtëpisë së Big Brotherit. Rogerti, edhe pse u kthye brenda në shtëpinë e Big Brother, unë mendoj që Luizi edhe duke mos qenë banor, duke mos qenë në rolin e lojtarit, ndoshta do të na nxjerrën Rogertin me zartëzi. Rogerti ka patur një qasje jashtëzakonisht të tmerrshme, duke i quajtur zhulës, duke i quajtur debil, duke i quajtur ignorant, duke ofenduar masovikisht, jo nga fakti se ka diçka personale me Luizin, por nga fakti sepse Rogerti nuk e imagjinon dot ballafaqimin dhe lojën brenda shtëpisë së Big Brotherit me Luizin. Dhe në fakt këtu duket banori i fortë. Luizi ka patur një qëndrim jashtëzakonisht të qetë, duke thënë që ky është budalla dhe çfarë kemi ne që ta durojmë këtu, se ky ka mbaruar punë me veten. Do të thënë, mesazhin ja dha Luizi. Unë mendoj që Rogerti duhet pak të tregohet më strateg, ashtu siç po tregohet Kristi, dhe të ulet edhe të studion dhe të mendon cila është arsyeja që Luiz Eli ka ardhur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Është një lojtar, është një banor, është një mision, apo ka qëllime të qarta? Unë mendoj që Rogerti ka emocione të tepërta, nuk dihet të kontrollon veten dhe mos kontrolli i vetes, mos kontrolli i emocioneve, e nxjerrën Rogerti në këtë agresionin të cilin ai është. Në këtë luftën që në fakt Rogerti po krijon në këtë rast me veten e tij. Unë mendoj që Luiz Eli do të mundohet që ta provokoj sadopak, sepse qëllimi i Luizit është që të vë banorët në lojë. Do të thënë, ai edhe natën e mbrëmshme ju a thonte që jeni grop. Juela ja tha disa e Rogerti që kujdes se si vepron dhe si sillesh me Luizin, se do të thënë Luizi nuk është banor do si do, nuk është banor i thjesht, ka një mision, ka një qëllim. Por Rogerti tregoi veten e tij, mua në fakt nuk më pëlqeu fare se si Rogerti e mirëpriti, mendova që në dhomën e reflektimit ai ka reflektuar, ka ndërtuar kulturë, por unë e di që ajo dhoma, të cilën e kishte ndërtuar vëllau i madh, ajo vetëm të çmend edhe nuk të lejon të reflektosh. Pres në fakt një plasje edhe më të madhe nga ana e Rogertit, pres një acar edhe më të madh nga ana e Rogertit, e shoh që Luizi nuk e prek, jo që nuk e prek se ka frikë, por në qoftë se Luizi ta prek Rogertin, do t'ja djeg lojën edhe do detyrohet vllau i madh që ta nxjerrë me zarftëzi, sepse do bëhet agresion jashtë nga publiku dhe normalisht Luizi nuk dëshiron që të arrijë deri në këto nivele, se në fund të ditës ai nuk është lojtar. Ky është mendimi im në raport me Rogertin edhe Luizin, do të shohim se si do të funksionon Rogerti.